Sot në shkollën fillore të mesme të ullet Femia Gani në Turjak me një program të pasur kulturoro-artistik u shënua Dita e Shlirimit të Kosovës. Programi u shfaq para nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe shumë qytetarëve turjakas. Mysafir special të këtij manifestimi ishin njerëzit më meritor të lirisë së Kosovës, veteranët e UÇK-s, të fshatit Turjak. Programi i sotëm ishte dedikim për veteranët e luftës. Drejtori i shkollës Agron Zogaj tha se sot jemi mbledhur këtu për të përkujtuar e nderuar një ditë të madhe në historinë tonë, ditën e shlirimit të Kosovës. Në këtë ditë kujtojmë me krenari, rezistencën dhe sakrificën e djemët dhe vajzave më të mirë të këtij vendi, të cilët të udhëhequr nga ideali për liri dalën në mbrojtje të dheut me armë në dorë. Ndërta me zemër e shpirt qëndruan edhe bitë e Turjakës. Burrat të thjeshtë, por me zemër të madhe që lanë familjet, jetën e qetë dhe rrështuan në radhët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ne nuk mund të flasim për liri, për shkollë, për jetë të qetë, pa përmendur emrat dhe gjurmët e atyre që u flijuan pra dhe dëshmorët e martirët e kombit. Dhe juve veteran invalid të luftës që luftua trimërisht për lirinë në çdo cep të kësaj toke. Drejtori i Drejtorisë për Arsim dhe Edukim Sabit Berisha përshëndetje të pranishme duke përcjellur urimet e kryetarit të komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, i cili për shkak të agjendës nuk ishte prezent. Berisha tutje tha se dita e shlirimit për ne është dita më e rëndësishme e trojeve shqiptare, e kësaj dite madhështin ja dhanë veteranët e UÇK-s, dëshmorët e kombit e familjarët e tyre. Është një datë e rëndësishme pas një sakrificës së madhe të gjithë popullit, angazhimit të madh e sakrificës së madhe të luftës së fundit të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, ku shumë bitë e këtyre treve dhe gjithë Kosovës, edhe i fshatit Turjak, kapën pushkën për t'i dhënë fund rrëprisë e për t'i sjellur lirinë kombit dhe vendit tyre. E sigurisht që kjo u arrit me 12 qershor të vitit 1999, e ne sot fal punës juaj, fal angazhimit juaj, fal angazhimit të gjithë kombit shqiptar, ne jemi të lirë, mund të mësojmë, mund të zhvillojmë aktivitete të ndryshme, fal sakrificës juaj, fal mundit juaj. Kurse themeluesi njësiti të UÇK-s në Turjak, Habib Zogaj, tha se ky moment i sjell emocione duke përshkruar momente nga e kaluara. Këtu kam qenë punonës e arsimit në kohën e ilegalitetit, në një shkollë që ma ka prish Agronit në Masanej, e ka ndërtu një tjetër. Dhe këtu, kur ka ardhur momenti që duhet të ndahet shopin nga sheqeri, të ndahen detyrat ose në luftë, me dalë legalisht, ose me shku me kap ditare në shkollë, ja kam kthy shpinën shkollës për të vetmin qëllim, për luftën për liri. Me uniformë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, atëherë me uniforma të kamufluara, kam marrë përshëndet me nxënësit e klasës tem, me kolegët e punës, edhe mos jem kthy në këtë shkollë përveç në ndonjë manifestim të pas luftës. Të dashur nxënës, të dashur fëmijë, të bashkëvendasve të mi, lufta nuk është e mirë. Lufta është e keqe, por na u imponua edhe që të dalim liriu dasht me ka pusht, me sakrifiku jetën tonë me të shokëve, bashkëluftarëve, të shlirimtarëve tjerë. Por, lufta ka mundësi të përsëritet sepse kemi lakmitar të trojeve tona rreth e përçar kufinit tonë. Ka një formulë të lashtë për luftën. Thuhet, ai popull që derdh shumë djerës, nuk ka nevoj me derdh shumë gjak. Do me thonë me djerës, me punë, me dituri, i aze pritën pushtuesit pa hymanda. Ju lusi ju që të bëheni ata fëmijë që e mbroni lirinë fituar me gjakun e dëshmorëve.
me sakrificën e veteranëve e të invalidëve të luftës ushtrisë kombëtare të Kosovës. Fëmijë dashur, ju falenderoj ju, drejtorin e stafin, që na keni vu në fokus të njerëzve të lirisë. Besoj shumë që asnjë ushtar i njësitit të Turjakës nuk ka nevojë me ul kryt për ndaj veprim të pahishëm në Turjak. I kemi dasht, i kemi ru, edhe pa që nevojë edhe kemi qenë nga që me duruna e që se ka kuptu momentin. Ne në shërohem plagt e në zgjatet jeta nëse ju vazhdoni me suksesin në mësim. Ju faleminderit. Pjesë qendrore e festës së sotme ishte edhe ndarja e mirënjohjeve nga drejtoria e shkollës për të gjithë veteranët e UÇK-s së Turjakës. Këto mirënjohje u ndan me këtë motivacion për kontribut të çmuar në luftën për liri dhe dinitet kombëtar, nëpërmjet guximit, përkushtimit dhe dashurisë për atë. Ju e bët pjesën e historisë së lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe bartës i vlerave që frymëzojnë brezat e sotëm dhe të ardhmen. Ju na mundësuat që nxënësit si tanë të arsimohen dhe edukohen në paqe. Në fund për të pranishmit ushtrua koktejl rasti.